أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porosit që i marrim nga libri Riyadhus Salihin, libër të cilin e ka shkruar Imam Neveviu rahimahullahu taala, një imam i cili pak ka jetuar, por shumë gjurmë të mëdha pas vete kalon. Shembull të cilin duhet ta ndjek secili besimtar në jetën e tij, pa marë parasysh sa jeton, ma më rëndësi se kjo është çfarë gjurmë pas vete ai len. I cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me të vetmin qëllim që t'i ndihmon besimtarve në udhëtimin e tyre drejt Allahut subhanahu wa taala. Stacione furnizimi në rrugën e tyre, që çdo herë kur u mungojnë veprat e mira apo nuk kanë dituri mbi fenë Allahut Dhul Xhelal, janë këto stacione ku besimtari vjen edhe furnizohet me dije të dobishme, të cilat e nxisin besimtarin në vepra të mira dhe kështu e mbushin jetën me atë që është ma e shtrenjtë, ma e çmueshme se ajo që na pas saj çdo ditë vrapojmë. Allahu i madhërisëm e shpërbleft këtë imam me shpërblimet e tija të mëdhaja dhe të begatshme, duke ja ngritur gradat në xhennetin e madh të Allahut Dhul Xhelal, duke ia dhënë atij xhennetin Firdaus, gratë të cilën të gjithë ne duhet të synojmë në jetën tonë. Allahu i mëshiroft dhe i gëzoft të gjithë dietarët e Islamit, të cilët kur njerëzit janë dhanë pas dynjas dhe pushtetit, ata janë dhanë pas diturisë. Dhe kur njerëzit kanë lënë pas vete pasuri e pushtet, ata kanë lënë pas vete dituri. Kur njerëzit janë mundu që të kënaqen këtë botë, ata janë të regu asket ndaj kësaj bote, sepse e kanë ditur se ahireti është më i mirë se dunjaja. Edhe përveç se e kanë ditur ata si dituri, e kanë dëshmu edhe praktikisht. Për këtë arsye ngelen dietarët, shtresa më e mirë në botë pas pejgamberëve të Zotit Dhul Xhelal. Kush u adin vlerën, vetveten e nderon. Kush i nënçmon, vetveten e nënçmon. Andaj, mas paku që mund të bëjmë për ta, është që të lutemi që Allahu i madhërishëm të shpërblen këta bura me shpërblimet e tija të mëdha, të ngrit gradat në xhenet dhe të shpërblen për çdo shërbim që ja kanë bë Islamit dhe muslimanëve, që nga koha e tyre deri më sot dhe deri në kiamet, inshallahu taala. Jemi në kapitullin e 80, kapitulli që flet për detyrën dhe obligimin e respektimit të pushtetarit musliman kur ai urdhëron në gjëra që s'janë mëkat dhe se bëhet haram i ndaluar dëgjimi dhe respektimi i tyre kur ata urdhërojnë në mëkat. Jemi në hadithin e parë në këtë kapitull, hadithi 663 me radhë që nga fillimi i librit, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thot: "Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: 'Ala al-mar'i al-muslimi as-sam'u wat-ta'a fima ahabba wa fima kariha, إلى أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، متفق عليه."
Në rëfen Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thonë, çdo njeri musliman e ka detyrë dhe obligim të ndëgjon dhe të bindet pushtetarit musliman në gjërat që i don edhe në ato që nuk i don. Përveç se kur ai urdhron në mëkat, kur ai urdhron në mëkat, atëherë as duhet të dëgjohet e as duhet të bindemi atij. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi në dy sahihet e tyre. I kemi kaluar disa stacione me sqarime në lidhje me këtë hadith. Dhe jemi munduar që të nxjerrim porosi dhe mesazhe, të bëjmë krahasime me jetën tonë të përditshme dhe organizimet tona fetare në këtë kohë dhe në këtë vend, që sot me lejen dhe ndihmën e Allahut Dhul Xhelal të vazhdojmë atje ku kemi mbetur. Prej porosive dhe mesazheve që dalin nga ky hadith është rëndësia që ka kujdesi për shenjtëritë e fesë. Shenjtëritë e fesë janë urdhrat dhe ndalesat fetare. Dhe krejt këto mekanizmat të organizimit të jetës së muslimanëve e kanë për qëllim që madhrohet Allahu urdhje dhe ndalesa e tij. Pushtetari do ketë vlerë dhe do duhet populli, shoqëria ta respekton dhe t'i bindet atij, përderisa ai e ka gajle ngritjen e fjalës Zotit dhe punon për ta përhap fenë Allahut Dhul Xhelal. Andaj respektohet i pari i muslimanëve për shkak të respektit që ai ja bën Allahut Madhërisëm dhe urdhrave të tij, dhe për shkak të largimit të tij nga hidhrimi i Allahut dhe ndalesat e tij. Edhe në momentin që ai është këtë vijë, shoqëria ka detyrë dhe obligim me respektu. Në momentin që ai shmanget kësaj vije, e as e madhon Allahun e as urdhën e tij, dhe as që ka frikë nga hidhrimi i Allahut e as nga ndalesat e tij, atëherë fala sam'a wala ta'a, as dëgjim e as bindje ndaj tij, sepse ai nuk e shërben kauzën dhe qëllimin për të cilën duhet të jeton secili musliman. Andaj ulemat për këtij hadithit e kanë nxjerrë këtë mesele, se na të gjithë i pari jon, edhe na duhet të ndihmojmë njëri tjetrin në ngritjen dhe madhërimin e shenjtërive të Islamit. Për gjithë na, urdhni Allahu duhet me qenë i rëndësishëm dhe i madh, po edhe ndalesat e tija duhet të jenë të rëndësishme edhe të mëdhaja. Kur e them këtë fjali, duhet ndalem pak për të ashtu sqarimin në lidhje me te. Për aq sa unë edhe ti e madhrojmë Allahun e Madhërisëm dhe pastaj e madhrojmë urdhrin e tij, aq më shumë nxitojmë në zbatimin e tij. Dhe aq sa më tepër na frikësohemi nga hidhrimi i Allahut dhe jerim gati ndalesave të tija, aq më larg ndalesat të tija qëndrojmë. Edhe kundërt është e kundërt. Çfarë do më thonë? Do më thonë që na në momenti kur thirrë ezani dhe nuk falemi, për ne ka ra në zemrat tona, në mendjet tona, madhrimi i Allahut nga niveli që i përket dhe i takon në nivel të rëndom të njerëzve. Edhe kjo është problemi më i madh që e ka ai që sfalet, ai që nuk agjeron, ai që nuk jep zeqat, ajo vajzë që nuk mbulohet e kështu me radhë. Nuk është problemi te vepra momentale, se prej saj mund të pendohesh, edhe mund ta shpagosh apo ta kompenzosh. Ama kjo ndjenje që ka zonë vend zemrën tonë dhe mendjen tonë, që kur thot Allahu diçka për ty s'ka vlerë, kur Allahu ndalon diçka për ty s'ka rëndësi, kjo është problemi më i madh.
Andë shpesher Allah i madhëshëm në Kur'an i thot njerëzve, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Ç'keni ju që nuk i jepni Allahut madhërimin që i përket atij subhanahu wa taala. Je duke ndejt. Kalon prindi jot që është në kom me përshëndet. Je duke ndejt me shok, të urdhnon prindi jot diçka që është i lën shok, edhe që në vend urdhin e prindit ta. Pse e ki prind? Respekt jo ndaj tij, të bën ty që urdhnat e tij me pas prioritet para ndejes me shokët e tu. Kalon mësuesi jot. Ti e lën ndejen me shokët e tu për me respektu mësuesit ta. Kalon një pushtetar, edhe të kërkon për te një shërbim, ti e lën ndejen me shokët e tu, edhe shkon me shërby atë pushtetari. Pse? Te i pari ki respekt me dashni, te i pari ki respekt për dituri, te i treti ki respekt për pushtetin që ka dhe interesin tanë që ki tek ai. Edhe e len rahat lëkun tanë, e len qefin tanë për të tregu respekt për anë, ben dhe ce. E Allahu i madhëshëm kërkej për teje në fillim, edhe në mes, edhe në barim, ti asherën e parë nuk lëvize, asherën e dytë nuk lëvize, asherën e tretë nuk lëvize, edhe vazhdon me thonë vetës besimtar, e me thonë vetës musliman. E gjithë kur Allah urdhon diçka, për ty nuk lën për shtypja ajo që urdhon Allah. Apo ndalon Allahu diçka, për ty nuk lën për shtypja ajo që Allahu ka ndalur. Andaj, këto rregulla në këtë prizmë duhet më kuptu. Se i pari jonë për ashtë sa e madhon Allahun, e don atë dhe madhon fejnë e ti, ashtë ka mu madhnu edhe nga shoqëria. Dhe e kundërt është e kundërt. Normalisht pushtetarët nuk janë të pagavushëm, por nëse kjo dominon në zemrën e tyre, jesi si gabimet e tyre do të shkrihen në tërësinë e madhe të shpërblimeve dhe veprave të mira që i kanë bo ata njerëz. Ibni Hubejra, njëri prej dietarëve, komentator të haditheve, i cili ka shëruar Sahihun e Buhariut dhe Sahihun e Imam Muslimit, thotë kështu. Shife, si e nisja, te gjuzu lejohet bindja ndaj emirit, derisa ai emir nuk urdhron në ndalesa fetare. E nëse ai urdhon në ndalesa fetare, dhe hine idhin la ta'ata lahu wala li ghayrihi. Atër nuk ka respekt as për të as për tjerët. Do thot, respekti ndaj pushtetit është përderisa pushteti urdhon ka e mirë. Respekti ndaj të parit është përderisa i parit të urdhon ka e mira. Respekti ndaj prindit është përderisa prindi urdhon ka e mira. Respekti ndaj njerëzve duhet të jetë i pranishëm përderisa ata na mësojnë të mirën dhe na nxisin drejt saj. Ama në momenti që prindi, mësuesi, i vjetri, i pari fisit, i pari qytetit, i pari i shtetit të urdhënon për mëkat, fela sem'a wala ta'a, as dëgjimi, as bindje drejt tij. Ky mekanizëm, ky regulator i raporteve mes popullit dhe pushtetit është shumë i rëndësishëm për ta mbrojtur shoqërinë nga lajthitja dhe devijimi. Dhe do shohim pastaj më vonë se si duhet të pozicionohen të gjithë pjesë e shoqërisë e sidomos pjesa intelektuale në këtë drejtim. Andaj ulemat kanë thonë, populli nëse shohin nga pushtetarët gjëra që janë të bindur, sigurisht se ato janë mëkat, atëre detyrë e popullit është të mos i binden këtij emiri, këtij pushtetari. Sepse respekti ndaj pushtetarit është degëzim, është rezultat i respektit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe nëse pushtetari nuk vazhdon me ndjek këtë rrugën e nënshtrimit ndaj Allahut dhul xhelal, atëherë as populli nuk ka detyrë dhe obligim
me u bind atyre. Imam Begaviu, rahimullahu ta'ala, e sjell një tregim shumë interesant në librin e tij Sharh Sunna nga Umar ibn Hubejrata, rahimullahu ta'ala, i cili ishte qeveritar, pushtetar në Irak. Besoj që e keni parasysh se pushteti islam në fillimin e perandorisë islame ishte ndarë në zona, rajone. Edhe çdo rajon e kishte nga një të parë, veli, emir, guvernator. Edhe nëpërmes tyre udhëhiqej shteti, sikurse tani federatat ose unionet e shteteve. Shumë shtete e përbëjnë një tërësi, ose shumë zona dhe rajone e përbëjnë një shtet. Edhe Iraku gjithmonë ka qenë një vilajet, një zonë. Prandaj në Osmane e quajtur Sanxhake, Republika. Sikurse ka qenë Sanxhaku i Shkodrës, Sanxhaku i Shkupit, Sanxhaku i Manastirit, Sanxhaku i Janinës, edhe këtu kanë qenë kryeqendrat e këtyre republikave, e këto e kanë bënë një tërësi të tokave shqiptare nën pushtetin e perandorisë osmane. E ky Omar ibn Hubejra ishte valiu guvernatori i Irakut. Dhe një ditë për ditëve i mbledh ulemat në kohën e tij. Në kohën e tij ishin gjallë Hasan Basriu, rahimullahu ta'ala, dhe Imam Sha'biu, njëri prej ulemave të hadithit. Edhe s'ka ma mirë e ma letë për një pushtetar, i cili në kohën kur ai ka pushtetin, ka rreth e përçark dietar. Po jo vetëm që ka dietar rreth e përçark, po ai konsultohet dhe merr sqarime prej tyre. I afron edhe i ka këshilltarët e vet të rregullt. Se qeverisja, sikur se çdo gjë, ndërtohet mbi diturinë. E dituria, një është me mësime, një është me përvojë. E njerëzit që marrin pushtetin pa dituri teorike, e mbështeten vetëm në përvojë, kanë mundësi me pas sukses. Mirë po kanë mundësi edhe me lajthit. Mese me mësu si me zhvillu pushtetin, ata mësojnë si me keq përdor pushtetin pa e kap ligjin. Edhe fatkeqësisht të na, në këto 30 e kusur vite, shumica e pushtetarëve janë kësaj kategorie. Ila men rahima rabbi wa qalilun ma hum, përveç një pakicë që ka mëshiruar Allahu dhul xhelal. Në pushtet bilmes, analfabet të qeverisjes. Mirë po, kur jenë pushtet bëhet dreqi ma i madh, se krejt vrimat e ligjeve i mëson, edhe krejt mundësit ma të leta, edhe ma të sigurta të përfitimit personal, i mëson. Nuk di ka mundesh me përjashtu për këti rregullit, sikur të thash pak më përveç një pakicë të vogël. U fotën në pushtet pa dituri, me përvojë mësun shumë gjona, po zakonisht mësun sherrë, dinakri, mësun mashtrim, dhe brenga e tyre më e madhe nuk është a është halal, a është haram, a kam dobi, a kam dam, por vetëm të jemi sigur që të iki pasojave ligjore. Nëse atë e siguroj, për tjerat nuk më intereson. Se çdo gjë zgjidhet në këtë vend, thënë ata, me pare. Edhe ka përcejet, kush ka pare, për te s'ka pengesa. Kështu mendojnë njerëzit e dynjas. Ama unë edhe ti si musliman, ne që kemi besim në Allahun dhul xhelal, dhe që jemi të bindur, që në ditë kina me dalë para madhnisë të ti subhanahu wa ta'ala, wa uridhu ala rabbika saffa, ku ketë na kena mu ekspozu para madhnisë të ti subhanahu wa ta'ala në reshta. Edhe të gjithë na kena mu ballafaqu me regjistrin e veprave tona. Se cili për nesh ka mu ju hapë regjistri i çdo sekundit jetës ti. Qa ke shiku, qa ke folë,
Ma dje dhe qa ki mendu, e mos flasim për atë qa ki vepru. Këtë ato kemi gjithë të regjistrume në regjistrin e veprave tona. Edhe, kur kemi hapë regjistrin, i ke shpëtu ligjit, i ke shpëtu gjukatës. Ta kanë amnestu pushteti ma vonë që ka ardhë. E ke shiju atë pushtet, atë pasuri, e ato mundësi që i ke pasë. Pa e vërejt askush se janë kesh përdorime, janë zhvatje, janë abuzime. Ama te Allahu Gjellal nuk ka mundësi askush me shpëtu. Nuk ka mundësi askush me ndimu. Gjdo qindark, gjdo kacidh, gjdo grosh që ti e ke marrë duke qenë pushtet, as ka qenë e jotja, as ka të puti, kime dhonë logari për te. Andaj ki muhabit, kina muhabit gjithë edhe unë edhe ti. Dhe kina me thonë mali hadhe l'kitab, qa pas ka kjo liber? Qa ka në punë e këti librit? Pas ka shtu se e nësë janë të mjetë. Kime tentu edhe atje me bo dalavera, me manipulu. Ti e din shumë se kejta ajo që është atyri që të është e jotja. As kujtë Allah nuk i bon padrejtësi. As kujtë Allah nuk i shku në gjëra që si ka bo. Ama ku të shofsh kejt ato i mësira, ka me të ardhë rëndë, ke me pas e jetu humë, ke me pas e a i shpëtimi i dunjas ishte një loj mashtërim. E dini pse tha më vllazni, se ma mirë më u turpnu në dunja, e me u pendu në dunja, e me ndryshu në dunja, se me vazhdu me manipulime dhe i sa të vesh shpirtin fyt, e shkosh në ahiret, do shte i mbulum prej gamimeve dhe mëkateve tuja këto. Por i pa penduar sinqerisht për tëre, atë dalin para teje ku dash para Allahut. E turprimi atje është ma i madhë dhe ma i randë. E ndëshkimi atje është ma i randë dhe ma i madhë. Dhe keq ardhja atje ka me qenë shumë ma e madhe edhe ma e vështirë se sa një keq ardhja që mundet me ndohtë. Vi njerëzit edhe këto këshilla për neve gjallarve. E kam bo një gabim, e kam bo një mëkat që ka të bëj. Ne i themi pëndohu të Allahu sinqerisht dhe esë për para, ndrej jetën tonë dhe mos i ki gale, ama do merët vesh, le të merët vesh. Le të merët vesh. Së është më nënësi e kalumja jote e keqe, në momentin që ti sinqerisht pëndohesh dhe ndryshon. A nuk ishte Fudajli ibn Iyadi radiallahu anhu rebele co behajnë para se më udhëzu? Këto gjallarët e kanë të regu. Po kush e përmend kalumen e Fudajlit, të e ditë devotshmërinë e tij më pas. A nuk ishin sahabët më herët luftar kundër Islamit, edhe kush e përmend atë momentin që ata e pranuan Islamin dhe u vendosën në shërbim të Islamit, si rasti i Khalid ibn Velidit, Ebu Sufjanit, Ikrimes e kështu me radhë. E kuptoni vëllezër çka do të thonë me qenë i sinqert me Rabbul Alamin. Gajla me e madhe njerëzve sot është mos mirët vesht. Mos ta kuptoje aja dhe beja. A këta njerëz nuk e kanë gajli hiç se Allah ose mund t'i fshehë atë gjë. Për ti ku kime shku? Për ti ku kime u fshehë? Plus ke marrë një moment që krejt që a ki i bo, kam me dalë për para. Pse e bën këtë Allah i madhërishëm? Tu e dit prishin e zemrës tonë dhe prishin e mendjes tonë, se ti kemi mundu edhe atje me bo avokatur, edhe atje kemi mundu e me bo lajka, me tentu e me mashtru. E svetë Allahu me ty hiq, është të nëzirë dhe gjithin para vetës. Iqra kitabaka. Lezo librin tanë, lezo regjistrin tanë, lezo i punët e tuja që ti veti ke bo. Kefa billahi l'jom me hasiba, kefa bi nefsi ke ljohë me hasiba, mjafton logaria jote kjo qovisht i regjistrin e veprave tuja. Edhe andaj, pushtetarët kanë nevoj për dituri teorike, për qeverisje, kanë nevoj edhe për përvoj
përcjell më të mirën të mundshme në shërbimin e popullit dhe vendit të tij. Edhe këtu kemi nevojë na me qenë aktiv me propozimet tona, me sugjerimet tona, me udhëzimet tona, me këshillat tona, që të ndihmojmë zhvillimin e këtij vendit dhe këtij popullit, që gjithë na të jetojmë më mirë, fillimisht raport me Allahun, pastaj normalisht më mirë edhe në raport me dynjan. Nëse Omar ibn Hubeira ishte pushtetar, rreth vetes kishte Hasan Basriun dhe Imam Shabiun, dhe i thiri ata dhe u tha: inna amira al-mu'minin yaktubu ilayya fi umurin a'malu biha fama tarayan. Ka ardhur një letër emiri kryesor, emirul mu'minin, pushtetari më i madh, ma ka thënë një letër me do urna. E unë du të mi zbatu ata. Qka po thoni jo, si ulema, qka të bëj? I thot Imam Shabiu, rahimahullah, ente ma'murun wa tabi'atu ala amirika. Ti je i nështrum dhe pushtetit ti, se ti je pushtetar për Irak, ama ai është pushtetari qendror. Ai qka të ka urdhnu, përgjegjësinë e ka ai se ki ti. Kjo si rregull fikor është e saktë. Ama si rregull pedagogjik nuk është i saktë. Omer ibn Hubeira e pa se Imam Shabiu, rahimahullah, megjithëse është alim, e përdori rregullin fikor për me letu brengën atij, gajlen atij, jo për me e zgjidh ose për me dhënë udhëzimin më të mirë. E ju kthi Hasan Basriu, i tha: ti çka po thu? Tha: çka kam me folur, në që foli kjo hoxha mjaftoi. Jo, sa kam dëshirë me ndëgju mendimin ta. Që këtë tërbije hoxhallarë me zvete, që ka qenë në atë kohë, ka nevojë sot me qenë rregull të hoxhallarë, nëse dikush për hoxhallarë ka folë me një mesele. S'ki nevojë ti mi bo replikë publike ati, e me demantu publikisht, nëse ki diçka që mendon se ja vlen, mu korrigju, shkon edhe këshillon, ose bën debat me te privat, edhe ai del pastaj e jep verzionin e dytë të përmisum, thot o vllaznia edhe që kjo mesele kishte ikë, kështu e kështu duhet me qenë. Fatkeqësisht në mungesë të pjekurisë tek një pjesë e vogël hoxhallarëve të ri, ata me që si presin dikush të gaboje, që këtë del edhe të aman një ligjerat me kallëzu gabimin e ti, dhe me kallëzu njëkohësisht diturinë e madhe që ka kje. Këti një mesele më ndoshta shumë më mirë se ai të cilit i replikon, po edhe 100 tjera ai s'e shkërkon. Mirë po guzimi të prum, edhe analiza pa vend, edhe mos llogaritja e shoqërisë dhe rendit se çka bën ti me këtë qëndrim, i sjell këto fenomene negative që ndikojnë në përçarjen e xhamateve tona. I tha Omar ibn Hubeira Hasan Basriut: çka po thu ti? I tha: po foli hoxha para me, mjafton. Jo. Tha: kam dëshirë këshillat tona. Tha masi po insiston: ittaqillah ya Omar. Ke frikë Allahun Omar. Fa ka'annaka bi malakin qad atak. Mendoje veten momentin që ti don me zbatu këtë urdhën të emirul mu'minin dhe khalifes e muslimanve. Mendoje veten se qatë moment që ti do me zbatu këtë urdhën ka ardhë melekul mauti. Fastanzalaka min saririka hadha, edhe të ka zbrit nga kjo karike madhe që ku je ti. Fa akhrajaka min sa'ati qasrika ila dhiqi qabrika. Nga kjo pallat ka që madh, me këtë luksoz që ka mrenda, nxjerr e qtin në vorin e ngusht aty. Fejake an tarida lillahi bil maasi, ke frikë Allahun, shkosh para Allahut, paraqitesh para ti me gjunahe. Fejnahu la ta'ata li makhlukin fi maasiyati al-khaliq, se s'ka respekt ndaj krijesës në bërit mëkat krijuesit. Hasan Basriu rahimullahu ta'ala, Allahu na bëv gjithë neve ulemave, hoxhallarëve si këta burra të mëdhenj. Nuk e përdori rregullin fikor që përmend Imam Shabiu që është i saktë, po shkoi te dikun tjetër.
Shkoj dhe ja kujtoj vdekjen. Edhe paraqitjen para Allahut. Dhe se ajo duhet me qenë udhëfyesi, treguesi dhe gjyqtari kryesor të gjitha fjalët, mendimet dhe veprimet tona që i bëjmë. S'është më rëndësi njerëzve çka thënë. S'është më rëndësi njerëzve si u përgjigjesh, si e ka përcjell një krizë. Hiç s'është më rëndësi. Ama shumë është më rëndësi para Allahut si keme dalë. Ati çfarë përgjigje keme dhënë. Aty si keme shpëtu. Ande Hasan Basriu rahimullahu taala i dha këtë këshill. Ta lënë atë punë. Mendoj këtë gjë. Në momentin që ti e zbaton këtë urdhër, vjen melekul mauti. Zbret nga karikë, nga koltuku jot ku i je. Nxjerr nga pallati jot e hen në varr. Edhe këtë çka ki njerëzit të lanë vetë. Edhe të kime dalë para Allahu dhul xhelal. E mendoj këtë punë që kime zbatu, a ka me qenë vepër e mire jotja që ti keme paraqit para Allahut, apo ka me qenë mëkat që me te kime shku të Allahu. A rregulli që ne ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Nuk tregohet respekt ndaj krijesave momentin kur ma atë veprim bëhet mëkat ndaj krijuesit. Regulatori më rëndësishëm jetës sonë, se shpesh herë neve në ndodhë. Mu ballafaqu me shumë situatë, ama valla une jam punëtor atje. Ama valla une jam nën punës. Ama drejtori ka, ama kryetari ka thonë, ama shefi ka thonë. Kjo s'vlen te Allahu xhelal. Pse se rregullin e ki. Kryetari, shefi, drejtori respektohen, kur s'ka mëkat ndaj krijuesit. Ama në momentin që ajo vepër është sigurisht mëkat, atëre, s'ka respekt për te. Vjen keqa, më këtë mos e bërë. Pse nuk synej për teje, dhe kjo është shumë e madhe, o vëllazni. Na nuk duhet me mendu se drejtori, shefi, kryetari, ai mu ma siguron riskun, ai mu ma e pa avansimin, ai mu ma... Ja. Atë në sebebe që ka shumë Allah. Furnizuesi është Rabbul Alemini. Kur do në me dhonë, ai s'ka kush e nalë. Edhe kur e nalë, ai s'ka kush t'jep. Kur ngrit, ai s'ka kush t'ullë. Edhe kur t'ullë, ai valla s'ka kush t'ngrit. Ata dini vllazni, kush do që me veprat e veta tenton mi bohile madhnisë ti Allahu xhelal. Allahu ka me poshtru. Për qatë raporti ma i madh dhe ma i miri njeriut me Allahun është raporti i manifestimit të dobësisë dhe nevojës madhe që ka njeriu për Allah. Se atë s'munësh me mashtru. Ati hile s'munësh me bo. Kejt na do njëherë këshirim në zgjidhje të paregut një jetë. Edhe do njëherë të ka përcen. Ati e thuj që u bo mirë. U bo mirë për momentin që Allah të mbëlej. A mërë se ti vazhdojnë me atë hilet me vazhdu, Allah ka me të zbulu. Edhe ka me të rëpnu. U ka me zgata jo më shumë. Edhe andaj, porosit tona vazhdimisht për vete, fillimisht pasaj për se si për nesh është o vllazni, ta madhejmë Allahun ashtu si përket madhnisë të ti. Dhe të adhurojmë Allahun ashtu si e meriton madhnia e ti. Dhe pasaj e të njetë mëse ki kallë. Allahu ka me qenë shtytësi jotë, Allahu ka me qenë furnizuesi jotë, Allahu ka me qenë mbrojtësi jotë, Allahu ka me qenë ai që ka me të dhonë bereqetin atë që e ki. Dhe asë mëse mendo pastaj punë riskut, asë avansimin, asë karierën, asë pozitën se Allahu ka me të dhonë atë që kur se ke mendu. Se fundit këtë që ka në qilë dhe në tokë është Allahu. Së është asë kuj tjetër veç ti. Edhe gabimin matë madhë që bëjmë muslimanët, kur i vardisen njerëzve, edhe shkojnë edhe nështrohen para tymëve me kërkesat që të mendu se aj ka me të boti i dikosh ja. Nëse nuk donë Allahu me të boti diçka kësa në bosh. E nëse donë Allahu me ngrit s'ka kush t'nalë. Edhe historia ulemave të mëdhej të islamit në shekullin e fundit, shekullin 15 hijretit, është dëshmija kësaj gjaje. I ka ngritë Allahu me gjithë se pushtetarët i kanë kundështu, e kanë tentu me i manipulu,
po sinqeritetit tyre dhe kontributit tyre i ka ngrit. Edhe kështu gjithë besimtarët e mirë që kanë jetuar në këtë kohë, mos flas për ata që kanë qenë më herët. Andaj kjo ishte porosia që dha Hasan Basriu Omar ibn Hubeirës si vali i Irakut, porosi që duhet me kujtu na vazhdimisht në jetën tonë. Normalisht koha që kemi disponible veç përfundoj, ka edhe shumë sene për me kallëzu, ato i vazhdojmë në dersin e ardhshëm, duke lutur Allahun me na falë, me na mëshiru, me të mirat e tij me na gëzu. Edhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të marrë to porosit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu i madhëshëm na bashkoft me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam jannatul firdaus. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.